to the beat, y'all. The body rock, y'all. Put your legs back, y'all. Non-stop, y'all. Përshëndetje miq të nderuar të televizionit Ziko, po takohemi në një emision të radhës, në një emision special që po e quajmë, që sot do të flasim më gjithësisht për Zhurma Show Awards 2011 për edicionin e 7. Ne ndodhemi për momentin në Victoria, ndërsa në cilësinë e gazetarit me mua sot do të jetë dhe Maxi, ndërsa në cilësinë e mysafirës, që po e quajmë, do të jetë drejtoresha artistike e spektaklit Zhurma Show Edona Memini. Maxi, ti me qenë se sot djem në cilësinë e gazetarit, kështu që po lër më shumë pyetje të bësh për Edonën. Mirë se e gjeta. Okej, përshëndetje për gjithë teleshikuesit e Ziko TV-s. Edona, deri ku jemi përpara edicionit të 7? S'pari edhe unë përshëndes një arshigust. Jemi në prag të edicionit 7, përgatitjet intenziveve që kanë fillu, jemi shumë afër, s'kam bet koshën, edhe presin pjesëmarrje sa ma shumë të artistave që janë nominum, edhe të atyre që janë nominum, po që vinë veç me na nderu. Telefonin e kemi lënë shumë larg, telefonin e Donës, për arsye se besoj ka shumë cingërima, i kanë dalë tashmë nominimet edhe artistët janë të interesuar. Cili është artisti më i bezdisur? Ka një artist që ti ja ke bë delete numrin? Jo, delete numrin jo, për do të me pas numrin që me ditë mos me ja hap telefonin. Nominimet janë shpallë me 10 tetor, vitit 2011, do më thonë. Drejt nominimit në Zhurma Show kam pas ato videoklipe, ato këngë, ato albume që ndalë deri me datën 1 shtator. Do më thonë janë përgjedhë më të mirat, në mënyrën profesionale, edhe cila këngë më dëgju ma shumë, cili klip u po ma shumë, cili album u shit ma shumë, ato do më thonë janë përgjedhë dhe janë fut nominime. Edon, do flasim pak për edicionin 7 që po mbahet në Prishtinë. Pse është vendosur më mbajt në Prishtinë edhe çka do të ketë më ndryshe kësaj here? Më ndryshe vjen gjithmonë Zhurma. Zakonisht çdo vit ka një ndryshim, edhe është diçka më ndryshe. Në rrjedhët spektaklit edhe nominime ka ndodhur ndryshime, ka pas kategori të reja. Pse vjen Prishtinë është fakti që këtë vit Ziko Kompani feston 20 vjetorin. Edhe në fillim kur kemi startu me Zhurmën para 7 viteve është mbajt edicioni i parë në Prishtinë. Kështu që kemi vendosur që për 20 vjetorin e Ziko Kompanis prap me ardhe në Prishtinë edhe me mbajt. Fakte edhe mua më pëlqen shumë për në Prishtinë. Një nga arsye që më pëlqen përpara këto që tha Edona është sepse është afër ku banoj unë. Është më afër. Okej, Edona, edhe besoj është menduar organizimi, do zbulojmë një kështu sekret të vogël zbulojmë diçka zbulojmë. Tepi i kuq, tapeti i kuq, është gati. Tepi i kuq kam pas për shembull vitin e kaluar ka qenë DJ. Këtë vit do të jetë një grup që do të performojnë tepi i kuq gjatë hyrjes ose defilimit artistave të mysafirëve të krejt atyre që kanë marrë. Kam qenë një grup që kanë me performu. Brenda në spektakël kemi ndryshuar edhe moderatorët këtë vit. Do flasim për këtë moderatorët të çuditshëm. Po. Ama një çift simpatik i njohur. Po do të ndalemi pak te tepiu i kuq. Po zbulojmë edhe grupin. Jo. Ato shihni veç me 23 tetor. Unë do doja t'i thoja të gjithë shikuesve që mund të vini me 23 në orën 8, që do të jeni rreth tepiu të kuq. Okej, po të se mua para orës 8. Po edhe para orës 8, me qenë se do të ketë muzikë shumë pëlqyer. Me 23 tetor prej orës 6, do më thonë prej orës 18, në tepit kuq ka me fillu veç muzikë me DJ, për mu mbledh njerëz edhe për mu dhoni një farë lajmi, ashtu ta quajmë që këtu ka diçka sonte, ka me ndodh diçka sonte. Edhe prej orës 20, prej orës 8 do të filloj defilimi, do të filloj grupi me performu edhe krejt ato. Naima Bazi edhe Mirje Braha qift, po Mirjen jam dakord nëse bëj shaka se në një qift i njohur. Pse kjo ide, kujta ishte kjo ide për shembull, një qift që më njëherë sapo doli si lajm u komentua shumë. Po, komentua edhe në media, në Shqipëri, nëpër media të tjera, edhe portale të ndryshme botërore shqiptare. Kush ka fajet për këtë lajm? Kush ka fajet për këtë lajm? Max. Jo. Max është i pari që ka qenë. Atëre. Okej, po, kemi vendosur me marr Mirjen edhe Naimin. Pse jo Naimin me një femër tjetër për shembull? Po janë ose Mirjen me Granitin.
Graniti, kësaj rodhe është në debit koq prap, por kësaj here jo me mua se me dikon tjetër është me Max. Miria dhe naimi është vendos shkaku që janë njerëz të artit, krejt i njohin edhe si prezentues, i njohin edhe si këngëtar, edhe si showman, me qujtë ashtu. Ma mërmenja, po në fakt gati janë të vetmit në Kosovë që ja vlen mu kanë aty, kështu që kemi vendosur me marr ata, kemi arrit një marrëveshje shumë lehtë, kam pranu me njëherë, edhe janë të nderuar që po vim veç me udhëheq këtë spektakël. Sepse unë po mendoja që Naimi me që kohët e fundit ka nisur edhe si fotograf i bashortës, i Mirijes, tash do të jetë fotograf në Zhuma Show Awards. Jo, atë do të jetë prezentues. Në rregull, me qenë se zbulove edhe për të pijun e kuq që do t'jem për herë të parë, do të thotë me Maxin, tash ose si do të shkoj procedura, dhe fatmirësisht nuk do t'jetë e Dona në të pijun e kuq, se zakonisht kemi paksa probleme me Donën të pijun e kuq. Shtyni ku shkon femenin. Problemi është tani të shtyhen femra, unë e di se ku do të shkojnë, te Graniti apo te Maxi. Unë e di që e Dona do dalë të pijun e kuq vetëm për një person. A kështë dalë me marrë intervjizë vetëm një person. Pa e në qëse vjen Vin Dieseli, po. Jo, ndoshta Vin Dieseli shqiptar. Kanë ashtu, nuk e di. Dikush do t'jeti pranishëm, një Do t'jen mashkull nuk po di ta zbuloj apo jo. Dëgjom, do t'jen shumë të pranishëm këtë vit. Ka me pas mysafiri që nuk kanë qenë asnjëherë në Zhurma Show. Ka me pas... Ka konfirmuar ardhjen, domethënë? Po. Ka me pas mysafir 3 që njerëz nuk janë mësu me i po në Zhurma Show. Kështu që nuk e di për kone ki fjallën, po sakt emrat unë nuk e kom jetë me zbulu këtë. Keni mi po veç në Zhurma Show me 23-in. Në rregull, po i rikthehemi edhe pak të spektaklit. Çka do të ketë në spektakël? Në spektakël ka me pas humor, ka me pas vallëzim, ka me pas këndim, edhe marrën se shmija kanë mundoh çmimet. Po ndalemi te çmimet, Max. Të nominimet, po shikojmë Best New Artist. Fakt, vitin e kaluar kam qenë unë që kam dhënë çmimin për Best New Artist, tani shikojmë edhe disa artistë të ri. Kemi Besarta Krasniqin, Gramos Aliun, Irva Stefa, Seven edhe Gjan Rexhepi. Po. Këtë vit është diçka interesante me Best New Artist. Zakonisht çdo vit edhe artistat e rinj kur promovohen kanë edhe një album. Këtë vit nuk ka artist të ri që ka dalë me album. Thjesht me single. Vetëm me singla, video. Kjo ka qenë pak vështirë për zgjedhja. Singlat zakonisht janë dalë me naj kollazh ose diçka të llojit tillë, po jo albume personale, domethënë për shembull Gramos Aliu me pas një album ose në një prej këtyre. E Dona, unë di që ti nuk i përmend emra natyrisht. Ndonjë tjetër që të ka marrë telefon ka thënë se nuk e kam unë emrin këtu të Best New Artist ka qenë? Po, ka qenë. Ka pas disa, po fakti që kanë dalë ndoshta klipet e tyre dhe këngët e tyre të para kanë dalë pas një shtatorit, ose nuk ka qenë aq profesionale edhe aq të mira se ja ka vlet më kanë në minutë. E Granita, kujt ja hedh syrin ti nga këto 5? Hajde menimet e juve. Të bëjmë një profeci. Okej, unë jam dalur mes të 2 këngëtarëve, që është Irva Stefa dhe Seveni. Domethënë prej gjithë këtyre të Best New Artist janë, sipas mendimit tim, janë 2 këngëtarët që do të kanë ndez me një farë mënyre. Po s'di, kujt njërit për këtyre dyve nëse kisha vendosur, do të thotë kishin qenë ata që unë do i zgjedhja për të fituar njërin për këtyre. Shqyqy që nuk vendos ti, se si unë vendos. Aha, 2 vota për dy. Edhe unë për këtë 2 artistë. Mirë, shkojmë tek Best Rock. E këtu ka qenë vështirë? Po, ka qenë vështirë edhe në fakt për llojin e muzikës rock është u bë shumë vështirë ma vështirë. Ka shumë grupe të mira edhe në Kosovë. Ka grupe të mira, po ka pak që po bojnë videoklipe edhe këngë. Grupe ka që bojnë live në për lokale ndryshme në për Kosovë, në për Shqipëri, në për Maqedoni, po pak ka prej tyre që dalin me bojnë një videoklip, një këngë, ndoshta edhe një album. Këtë vit e Best Rock është diçka interesant se është edhe Naser Berisha. Domethënë është pas një kohë shumë gjatë, është rikthyer në skenë, po e marrë rëndësishme është që s'ka ndryshuar stilin e këndimit, është alo ai Naseri që shemi mësu me po.
Po interesant është për Naserin, me që e kapëm Naserin në këtë rast, që vazhdon të t'i besoj gjithmonë Zikos, gjithmonë këtyre evenimenteve që bën Ziko, duke ditur që në fillim fare, sa di unë, albumet e para kanë qenë pikërisht të mbështetura nga Ziko. Po, kanë qenë të editume nga Ziko kompani. E vërtet është. Maxi. Është edhe diçka interesant, për shembull Besar Talimi me Ali Bendin, kanë përpunimin e këngës në tren për Zëran. Është një përpunim shumë i mirë. Po, është pëlqyer shumë. Është përpunim shumë i mirë. Maxi të Best Rock, mendimi yt për pretenduesit. Best Rock kam ndar vjet, më duket Best Rock edhe nuk e di pse. Unë nuk kam ndonjë kështu styling rock, por nuk e di, do të qëlloj tek Mentori ose tek Naseri. Në rregull. Me gjithë respektin për këta të tjerët. Unë s'kam as edhe një ide në Best Rock. Nuk mirët fort me rock. Kthehemi tek Best Pop. Këngëtare shumë bukura, edhe këngë që si vetë janë dëgjuar shumë. E don? Mënyra më e vështirë për zgjedh këngët është shkaku i kategorisë, cilës kategori i përkasin, lloji muzikës. Edhe po tregoj diçka që kemi pas shumë dilema mes R&B-s, popit edhe dance-it. Jo, domethënë shumë zhandret e përzime, i kam përzi shumë zhandret. Edhe nuk mundesh më kanë sigurt që janë në pop, i takojnë popit, apo i takojnë R&B-s ose dance-it. Kështu që ka pas raste që na u ka desht me thirr kompozitorin e këngës ose këngëtarin me vetë cilës kategori, cilët lloj muzikës i takon që kjo këngë. Ose dëshiron ti takosh. Po, është shumë problem, shkaku që i kam përzi shumë. Edhe më thonë që gati krejt ju mbop pop. Në Kosovë përdoret kjo shprehje. Më thonë që gati argëtuese. krejt ju mbop pop. Pop dance, pop R&B, pop krejt ju në përzime pop. Kështu që këto është një konkurrencë shumë e fortë. Leonora, Lori, Energy Band, Shkenda, Zanfina. Kë këndon ti Granit nga këto këngë? Kë këndoj? Gjitha këngët do të thonë, për pos këngës të Shkendës, e cila është balad, pak si balad, tjera ti kum dëgjuar dhe i kum këndu gjitha, do të thonë për diskoteka, po Rina na për diskoteka. Ta mendojmë për që vjen, ndonjë këngë Graniti, ndonjë nominim. Një duet. Jo, unë desha më dalë dikon tjetër. Nëse në Kosovë për një pyetje çfarë muzike dëgjon, shumica në përgjigje do t'i marrësh muzika argëtuese. Kështu që në muzika argëtuese e don meqense ti pak merr vesh më shumë në seleksionimin e këngëve. Muzika argëtuese gjithsesi ç'a kupton me muzika argëtuese? Muzika argëtuese është konkretisht. Që ajo është problemi, që muzika argëtuese nuk është zhandër. Është përzierja e muzikës që është argëtuese shkërçep. A mundet me hyrë edhe muzika vajtuese? Jo. Të argëtuese jo? Jo. Okej, nëse ty të argëton me nguat muzika, atëherë edhe për ty edhe ajo është muzika argëtuese. Se dia kështu që argëton ajo atë shtim me bona. Nuk është zhandër argëtuese. Është përzierje individuale e njerëzve çka i argëton ata cili lloj muzikës edhe. Best Dance. Këngëtare, realisht. Veç një sekundë se Maxi nuk e dha mendimin e vetë të Best Pop. Best Pop. Unë do isha shumë e vështirë është. Shqyqyr që nuk jam në vendin e Donës edhe atyre që do ta vlerësojnë në fakt. Nuk e di, Lori, Energy Band, Leonora, Zanfina, 4. Gjitha këngët janë të mira. Janë, Shkenda. Unë pak më herët të fokusova te Best Dance. Po. Që është Elvana Gjata, Genta, me DJ Dallull, Linda Halimi, Revol Klan dhe Ryva Kajtazi. Këto problemi më i madh ka qenë me Gentën edhe DJ Dallullin. Derisa i kemi pyet DJ Dallullin cili lloj muzikës është. Shkaku që tingëllon shumë si R&B, mirë po ka ritmin dance. Edhe nuk kemi qenë sigurt përderisa Dallulli, ai që ka bërë domethënë muzikën, na ka treguar që është dance. Edhe kemi vendosur me futën në këtë kategori. Aman ka qenë një këngë goxha e fortë për shumica prej këtyre janë këngë të forta. Gjitha domethënë do të jetë shumë vështirë ndoshta edhe për Best Dance. Këtu dorëzohem unë pak. Unë nuk dorëzohem kësaj. Nuk dorëzohesh ku? Te Gena do shkosh ti. Jo, do të po dalem çfarë. Po dalem çfarë kështu. Linda Halimi dhe Revol Klan, ndoshta janë këngët që nuk i kam dëgjuar ose nuk më pëlqejnë.
Unë kam dëgjuar Linda. Me qenë se Linda ka bo këngë shumë atë mira se kjo. Ndërsa Revolt Clan është stili muzikës të atyre që bëjnë atyre 2 djelë moshave. Nuk e di, më shumë ka pëlqyer ndoshta kënga me Mario Bishinin që kanë pasur vjetë, se sa kjo këngë. Ndërsa këtu unë do të jepja, kuptohet, Gentas çmimin, po edhe mos me marr duke Genta. përqafuar Elvanën dhe Ryvën. Po edhe nëse nuk e merr Genta, shpresoj që do e marr Elvana. E po nuk e mori Elvana? Ryva. Po nuk e mori Ryva asnjë. Okej, e do të pyes diçka kontaktin me artistët që janë të nominuar. I pëlqen nominimi, domethënë kanë a do të jenë? Po. Apo thonë nëse nuk marr çmim, ku do Po ndodh? për këtë Nëse nuk marr çmim, ko prej ndodh edhe atyre në që ndodh. spektaklet botërore. Ka edhe prej atyre që ndodhin i thrat ju tregon që je nominum në këtë kategori me këtë këngë edhe në këtë do të dush me qenë aty se do të thonë i nominum shkurt që gjithë ata që janë nominum do të me qenë aty. Ka prej tyre që konsiderojnë veten VIP, po them kështu. Se gjithë prej këtyre janë në atë llojin e vet VIP, po ka prej tyre që konsiderojnë veten më të madhe dhe në moment telefon thojnë a kam çmim, nëse kam çmim vi. Unë vitin e kaluar kur isha ulur në ulësën të teatri Gjilanit, kam qenë ulur me Albatrit Muqiqen. Unë kam shumë respekt, nuk e di pse është një këngëtar i ri, por edhe kam pyetur ti je i nominuar? Jo, unë kam marrë për të respektuar spektaklin. Artistë i ri që e dinë edhe vlerën e respekt të Po, spektaklit. normal. Zakonisht artistat e ri janë ata që do të thonë i din vlerat më shumë, përveç disave që vinë zakonisht s'kan nominum. Po këta këngëtarë që kanë pak më shumë karrierë ja kanë nisë me qitë kanune. Kanune, e? Po. Maxis ta tregove ti për pretendentat në Best Dance. Që kaluam, që të kaluam. thashun Elvana, Genta, Të këto dy. ose Ryva. Okej, nda shkojmë te kategoria tjetër Best R&B, shot nominuar disa nga këngët e shumë pëlqyera të mia, që është Adelina Berisha on Air, Dafina Zeqiri, Tuna, Adelina Tahiri dhe Blero me Astrid Staffen. R&B, edhe kjo është një kategori e vështirë. Po. Është kategori e vështirë dhe këngët janë këgja hite. E kush da fitoj këtu e do? Ku e di, Kategori shumë e vështirë dhe kategoria që është më duket më e dëgjuara. Në qenë se këtë kategori e dëgjojnë njerëz në shumë. Po, më dëgjohet shumë po pëlqej kjo. Ndryshe edhe të rit. Pavarësisht dhe këngëtarit të paktën në moshë, këngëtarët që shikojmë në këtë janë të ri shumë. Okay. Në moshë flas. Maxi. Mos më bëj këtë pyetje këtu. Kaloj. Ja, po ta bëj pyetje. Kush? Maxi? Kush të fitoj mendimin tënd? Kuptohet se ne nuk vendosim, por vetëm po japim nga një mendim. Dhe çfarë është më e keqja, për shembull, gjitha këto mendime që po japim. A mund ta zbuloj unë? A mund të bëni pyetje e Donës, kush është saktuar për të dhënë këtë Best R&B? A mund ta di? Nuk është ende. Thashtë ta mesh në telefon? Jo, dëgjoj, edhe pse do më thonë caktohet kush ka më ndalë me ndok të çmive, as ata nuk e din kujt kanë më dhënë çmimin. Vetëm e din cilën çmim kanë më dalë me ndok. Këtu është shumë e vështirë. Ndër këngët më të pëlqyera në këtë rast me sa di që janë pëlqyer më shumë ka qenë On Air e Adelinës, e Tunës e para dhe e fundit edhe Dafinës. Po do të thotë edhe Bleros me Astrid Staffen, pastaj e kisha rëndit Adelina Tahirin me Bad Boy më duket. Jo edhe kjo këngë ka qenë e dëgjuar. Është shumë e vështirë. Këtu është shumë e vështirë. Po cili do të ta fitoj? Është mirë, me qenë se kam shumë i kesha këtu, s'po di kujt më jep. Se ne po vendosim. Ju marr parasysh edhe mendimet e juve, mos jam di. Teksti këngës e para dhe fundit më pëlqen shumë. Ritmi i On Air dhe teksti më pëlqen shumë. Ndërsa për të vallëzuar më pëlqen Bad Boy. Dafinës pak është më melankolike. Mendime lidhjet, çlidhjet. Ndërsa e Bleros më pëlqen ta shoqëj këtë spot, s'di sa në ditë vetëm për shkak të asaj vajzës që ka qenë aty, është modele turke kam dëgjuar çfarë është.
që ka qenë shumë e bukur. Do Dhe me thonë, shpresoj me që të besa vija rëndis ajo. këtë bësh ti këtu tani asnjë është pa mundur, është Shumë e kisha pas vështirë. qef që Blero Astriti me marrë edhe aqikën. Aty. Do i themi. Dhe unë seriozisht do të shpallja martesën ndoshta. Jo, s'pe marrë, më falë, Maxe. Nevoj me xhelozu. Jo, mendova ta ndroja granitin e të piu në kuq me atë vajzën. Skandal. No, unë kisha shpall martesë, isha martu dhe të kisha lënë vetë, Max. Po ndodhe skandal. Mirë, kalojmë këtë sepse është pak një shumë vështirë për Okej. mua. Megjithse Maxin këtë rast, ja kishe pa Delina Berishës çmimin. i sigurt të bë këtë, e? Aha. Best hip hop 2x2. Thuaj Mirdita djalit keq. DJ Blunt, Real One, Sahadat, Chaos, Let Musikresha, Kallen, Lur Kalson, singullare. Edhe Kanë përsham me nanë. Kënë nuk du të shikojnë këtë mosha vjetër këtë këngën. Plus ka 18. titulli. Ja, titulli në fakt është se tekstin e kam dëgjuar nuk ka të bëj fare. Edhe skills, dok na mirë. Faleminderit. Vetëm ti me kisha edhe për e domën. Mirë, Chaos Let Kallen ka qenë një këngë shumë interesante për Edhe flas edhe videoklipi është për diçka radion shumë ku unë punoj për shembull, është dëgjuar shumë. Pavarësisht tani ka të bëjë më shumë me video. Flitet për video më mirë best hip hop. Është edhe konga dhe video, nuk interesant. është vetëm video. Do të thonë vlerëson dyjat, edhe konga dhe video. Unë do doja të nalem të skills dok na mirë, do të thotë teksti edhe spoti më duken që janë shumë në kundërshtim njëra me tjetrën. Me sa e kum kuptuar me qenë se është Mirë një po, polici me ndjekje me me rëndësi është me një spot, do më thonë, se kove të fundit nuk për jo kushtojnë shumë rëndësi në gjarjeve që ndodhin spot. Zakonisht i Fabulous. marrin do femra, do kerët mira, edhe më konë me naj bazen ose me një Njëra prej plazh. femrave Sidomos ka qenë shumë këtë e bukur vit, këtë Edhe vit këtu. gjitha spotet gati janë bërë në plazh. Në plazh edhe në klub, edhe është shumë problem. Mirë po më rëndësi këta e kanë një lloj fabule në spot, është diçka mirë, Është dashur dhe një best plazhi këtu. Do Bashkë. fitonte Himara, do fitonte, kur do fitonte? Pjesa e Vlorës, aty ku e ngjyruar shumë. 2x2 e kanë spotin jashtë vendit, Jashtë nuk e di vendit, saktë në cili vend. DJ Blonde Trill Në një Francë, më duket. është shumë interesant. Titulli. Shohim. E presin 2023. Këtu s'ka mendim, Max. Tek best hip hop, unë e thash mendimin tim, tek Chaos jam. Edhe unë të Chaos, po edhe skills. Mes këtyre dy. Mirë, nëse do keni në mendim, Granit, vazhdojmë. Vazhdojmë tek best pop folk, që Hajde, Dona. ka këngëtar E shumë dona me Vallashi, emër. mendova se është e Dona që kemi këtu. Jo. Fati Dona, dhe vuajtja. e Dona do ta bëj një këngë Dona me Mini, po do ta bëjmë duet së bashku Maxim. Kështu kemi vendosur. Keni vendosur. Të futemi edhe ne kësaj botës nominimeve. Jeni që jeni. Na duke s'kemi me prezantuar. pas drejt më nominuar si heronit. S'prish punë ne me rëndësi pjesëmarrja do të jetë, do të shkojmë ta nderojmë festivalin dhe do të këndojmë këtu për t'jarë këtu musafir. Ne do bëjmë Në pak. after party. Në after party. Te pop Folk. pop Best folk pop folk. janë Edona, Ermali, Gili, Rovena, Teuta. Mendimi i Maxit e di ku shkon? Rovena. Edhe unë mendimi i Granitit. Jo, në këtë s'di. Rovena. Këngëtar shumë me mëzë, me këngë shumë të mira më duken. Se që po shikoj tek disa nominime e Dona, 4 femra, një mashkull, për shumë best pop folk kështu ishte, best R&B, dhe best hip hop këtë meshkull ishin. Po. Natyrisht nuk ka ende ndonjë femër që ka qenë shumë mirë në paktën në këndon hip hop. Po ndodh kjo më zakonisht shumë se femra. femnat Ose janë më të ekspozuara, nuk flitet më është shumë, që shikohen më shumë, klikohen më shumë është femër. po edhe po bojnë ka 2-3 spote mrena vitit Aha. femnat, me shkojt jo. Spjulojnë në ren këngëtarën. Seriozisht. Na falni, mas edhe shtetin e kena morë në dorë qaqë. Na meshkujt për momentin vetë që jena aty, kështu dhe ku e keni. Edhe për këtë ishte shumë gabim mendimi, se unë këtu ja kisha thënë Ermal Fizullat me që vetëm është një mashkull.
Vetëm për këtë. Vetëm për këtë. Dërsa unë ja kisha dhënë këngës miqtë e mi. Është një këngë që më pëlqen shumë. Vetëm se edhe Donald Alloshi, Rovena Stefa janë edhe Gili. E donë, këtu të best pop folk, kip një ani ku një dëni s'prish punë, këtu që meritan. Edhe këtu është vështirë përzgjedhja. Janë shumë artistë që pavarësisht se ndoshta i këndojnë gjitha rrymat muzikore, kanë dashur të sjellin për popullin një pop folk. Edhe këtu besoj ka qenë shumë e vështirë edhe për gjithë stafin që ka bërë këtë përzgjedhje. E dona po? Po. Kalojmë kategorinë tjetër që është kategoria e muzikës popullore. Kemi këngëtarë ndoshta më të vjetër dhe ata që njihen ndoshta me dekada. Ja, këtu kema shumë. 3 meshkuj, po shikoja më që është Farush Azemi, Sabri Fejzullau, Sinan Vllazaliu, Shkurte Fejzaj dhe Shyrete Behluli. Këngët nuk i përmena titujt, po mjafton dhe thot kur përmendet emri Sabriut, Sinanit, Shkurtës apo Shyretës, kuptohet që kanë kontaktin me artistët e vjetër. Është shumë ma lehtë kontakti me artistët e vjetër se mua më duket vetë shumë i vogël të flas për këtë artist me emër. Ose të jap ndonjë mendim si këndojnë. Shumë respekt për këtë pjesë. Është shumë më i lehtë kontakti me këtë artist sesa me këta që janë të nominuar Best R&B, Best Pop, Best Dance ose dikun tjetër. Janë njerëz që e dim vlerën e secilit spektakël, e respektojnë secilin spektakël, edhe posa t'ju thosh që me këtë datë bëhet jeni nominuar e marrin vetën si të nderuar që i kemi nominuar dhe që i po i ftojmë më ardh atë. Do më thonë, është shumë ma lehtë më mirë vesh me këta, kanë respekt për gjithçka, për çdo këngë që i thirr për një eveniment. Edhe sa i përket edhe intervistave janë shumë të lehtë. Thot për më marrë edhe vesh për intervista, po flas edhe në momentin që ju thon këtë kohë, mundemi me bën një intervistë në këtë vend, mund të jenë para teje, para gazetare. Po, edhe janë shumë të perfekt, aty është janë shumë të perfekt vinë edhe para gazetare. Këta duan më shumë çmime, i bie më shumë kategori për popullore. Unë e meritojnë. Në popullore do ja jepsha të gjithëve çmimin. Kështu. Me qenë se nuk di të bëj seleksionim sa i përket. Sëri do t'i paga ndonjë mendim. Mirë, kategoria e re më duket për edicionin e 7. Best instrumental. Është kategoria Best Instrumental. Kemi vendosur me fut këtë kategori pasi është gjëna që ka atë shumë instrumentale të mira që po dalin kohëve të fundit, edhe kërkujt nuk i bjen mend për ato. Edhe në transmetime nuk është si i bjen ndërmend shumë. Po. Është shumë problem, për ato kemi vendosur me kategorinë që më ju tregu që një spektakël që ka të bëjë me muzikë, me videoklipe, me albume, me që instrumentali aty është kryesori, më pas. Aty është fakti kryesor. Do të thonë që ja vlen mu kanë edhe kjo kategori, ka dikush që i bjen mend edhe për juve, edhe veç me i shty me bosa ma shumë. Këtë vit janë vetëm 3 instrumentale nominim, po shpresojmë që vitin ardhshëm kanë me dalë alo më shumë. Mu kujtu një rast, Max, ishim të diskutu për nominimet edhe po më pyesin thanë për best instrumental ta kush është i nominuar. Edhe përgjigjja ime këta është Babët Arabukat. Këta tjetë nuk i futa me qenë se nuk di, Babët Arabukat e jemi mësu gjithë. Edhe këtu të best instrumental mendimi im është për të fituar Babët Arabukat. Babët Arabukat janë më komercial, edhe njën më shumë. Kanë videoklipe më shumë ma herë, ndërsa Grompeni është videoklipi i parë, po. Është videoklipi i parë. Instrumental. Dokumentohet besoj edhe do jetë shumë ndoshta ndër në një mënyrë diçka re best instrumental. Gjatë kësaj kohe që po diskutojmë unë ndala te best styling dhe isha tu i lexuar emrat edhe tu i mendu spotet. Gresa Beluli, Kaltrina Selimi, Mirsa Kërçeli, Energy Band dhe Ryva Kajtazi. Është zakonisht është ajo best styling edhe kredi ju shkon me një të femnat. Po. Mirë po, pashë Energy Band. Energy Bandi janë një grup që i kushtojnë shumë rëndësi veshjes, daljes në skenë, kostumografisë, krejt atyre. Ka pëlqyer shumë edhe veshja. Edhe në spotin Linarina e kanë pas një veshje diçka interesante. Duket si generala. Po, është jo një vetmi grup prej djemve ose vetmi të meshkuj
që i kushtojnë anësia dhe veshjes, mundohen me pas diçka më ndryshe. Nëse më lejohet të them diçka, në një rubrikë që bëjnë në gazetën Kosova sot, a mund ta them? Po. Të vetmit ata që në rubrikën jenë që janë veshur më me styling më in kanë qenë nga meshkuj, kanë qenë Energy Band. Dhe ja vlen. Ndërsa të best styling unë do të thotë këtu do e theksoja Ryva Kajtazin, do të thotë në spotin e fundit na ka befasuar gjithëve me stylingun. Para fakt është doksi para i fundit është I fundit është të kam pranë duke. Të kam pranë është spoti i fundit si në plazh me atë sa. Është do të thotë ka qenë kompletuar me veshje me gjitha. Dhe më për herë të parë që Ryva Kajtazi do të thotë më kalan me gojapun dhe vetëm që kanë thënë bravo për duke. Edhe si këngë është pritur. Po të thotë që ai përket edhe Katrina Selimit me këngën atë për herë të parë, Katrina Selimi që del me një spot që është do të thotë hot. Gjithsesi e ruan përsëri. Jashtë, me qenë se në asnjë videoklip nuk e ka pas atë. Ruan përsëri. Edhe duket paksa like Shakira më duket. E ka një styling diçka. Gresa Beluli me flokët e kuqe. Me ndryshime. Blen flokët i parë çikës ti. Edhe trupin, po të më thënë ajo më ka ranë sy më shumë. Edhe mirë sa me styling ka qenë. Edhe mirë sa me styling ka qenë shumë interesant. Kujdes kur flasësh për Gresën se kemi dhe afër shkurtën, a? Pak më parë ishte. Ne po japim komentimet tona personale. Edhe mirë sa ka qenë e mirë. Kështu që në këtë kategori Maxi mendimi yt. Pik pyetje. Pik pyetje. Pik pyetje. Faleminderit. Më vjen shumë mirë në fakt se këtë vit i kanë ngushtuar shumë ende si lukut tepër. Edhe në plazh ka pasur goxha styling. Ndoshta që kanë dalë shumë dizajnera, tash do të thotë edhe këngëtarët paksa po kontaktojnë edhe me ta. Konkurenca po se duke mirë nuk të shikon askush. Përpara gjithë një përveshje time mami, shoqet tash do të vetë do me thonë mu vesh sene, po tash që zotit që na kanë dalë dizajnerat edhe po kiku mu drejtu, mi thonë bëma një veshje, po më vim për çto, edhe s'ki qa mirë është më me atë punë krejt ta kryjnë të kompletojnë. Ke menduar për veshjen ti? Me qenë këtu? Po, gjithmonë. Gani në këtë muhabet nuk hyn fare ti për veshje. Në qëse duhet me zgjatë shumë për veshjet. Edona, po përgjigjem unë me Edonës. Edona do duket shumë bukur atë natë. Unë kam e di çfarë do të vesh, po mos e sqego të lutem. Vetëm po them që me vesh një kreacion vjollsa llafashtic. Në fakt përpara se të vija këtu nisha, edhe harrova ta shikoj ose ti marr një mendim. Nuk ta tregoj, nuk më thonë me shef, mos më ja tregu kërkoj. Është një stilist që nuk tregon nëse mjafton nëse përmendet emri vjollsës, dihet që Edona do duket bukur. Kështu mund të them. Okej. Edhe për mua do kujdeset diçka vjollsa. Nuk ke drejt me t'regu vështës. Për ty kush zakonisht Valoni, i cili më ka bu dizajnin edhe do të mi bëj edhe kepjen e tjerë. Edona, po ti pse nuk do dukesh dikun ti apo vetë do të jesh pas kuintave? Unë kësaj rrate do të bëj si mysafire. Te piun e hoq nëse doni me marrë intervistë mund. Po, te kush kishe shkuar për të bërë intervistë? Unë atë po të gani. Okej, cilit jeni i lirë, për mos ka problem. E di që kanë marrë shumë njerëz atë dhe cilit jeni i lirë të ai shkoj me bëj intervistë, s'është fort problem. A varet nga kameramanin, kë kameraman kemi? Është problem. Nëse kam unë se kanë me mugjujt të të me. Edona, nëse kam unë atë tipin që do vinte e kam unë duke bëj intervistë kisha ardhur te unë për shembull? Jo, atër si e i lirë të jenë zonë të bëjë intervistë. Si duet, se përdojmë fjallën qift, se nështë gabojmë. Nuk ja ku më nusynin kërkojnë. Përveç vinë dizele. A i këthemi kategorisë që në du mas shumë të në këtë. Hajde. është best female. Faleminderit. Jo. Unë jam fitu vitit ka. Jo. Unë e kom fitu këtë shpim vitin e kalum s'disa e deni. Me këngën Dululia. Delina Ismaili, po s'ka qenë aty dhe më ka përësinë me dalë. A do jetë Adelina? Jam shumë kërshar Adelina. Nuk është në nominim, pasi nuk ka pasur në ende nuk e kom një konfirmim të asaj të sigurt. Është domethënë dilemë shkaku që është se presin të gjitha Adelinën, është vërtet është nga diva. Është po videoklipin atje në Paris, edhe nuk dihet kur përfundon se nuk është e bë me një produksion shqiptar që zakonisht i bëjnë brenda ditës xhirimet. Asaj po i zgjat gati 2 muaj xhirimet. Ma thuaj një personazh përveç Adelinës që do të jetë, një që ka emër, në formë mënyrë do të gjithë mediat do shkruajnë tani, do të jetë në zhurmë ashtu që mund të përmendë, përveç se çifti. Do të jetë Iqbal Eçena, do të jetë Adem Mikullovci. Aktor të mëdhej. Po,
edhe Graniti, edhe Maxi, edhe Onem. Do të ketë edhe mysafir për cilët kanë me pas qa me shkru. Thjesht duhet të zbulojnë ndonjë gosip për të shkruar në fillim fare. Okej, dhe ku mbetemi te best? Të best female, që janë femra ndoshta më hot këtij sezoni veror, që është Dafina Zeqiri, Nora Istrefi, Rovena Stefa, Tuna dhe Zajmina Vasjari. Para se me vazhdo me flisni ju dy, unë të best female. Jo, mu ma leni të best male, falë. Të best female, unë do e jepja çmimin Zajminës, me qenë se në spotin e fundit është dukur super hot. Nga të gjitha, do të të spoti është me plazha, po. Po. Ka da një trup i kompletuar, një trup paksa me muskuj, paksa do të t'i Tonifikuar, si thuhet, nuk di. Femrat. Dhe është dukur shumë bukur, por edhe këngëtare tjera që janë këtu, janë dukur bukur, po Zajmina më ka ra shumë sy, do të të me trupin e tonifikuar. Okej, ma që edhe të një... Kontakti me këto femra, si ka qenë? Kontakti shumë let, po të regoj drejtën. Do t'jenë të pranishme? Kanë konfirmuar? Deri tash shumica prej tyre kanë konfirmuar. Ardhja. Po. Ma mërmenja që vetëm me njerën ka qenë shumë e vështirë. Me kam për shkak. Pse? Me Norën. Mas leti ka qenë me Shumë Norën. disa, zakonisht do të shumë Do të vinte Nora me Albertin apo me Robertin? Me Robertin e bëra Albert. Me kontaktu me Norën edhe me Sinonin ka qenë ma e leta që ka mujt me ndodh. Se për të dy personat e kum thirrë veç një njeri, Roberti. Shumë çudi se më qenë se Kështu që ai u mirë me atë punë, mi ka dhënë konfirmimet e krejt ato. Unë e thash për këtë arsye Maxi ta sqaroj me qenë se mos këtë Do me thonë nuk jom lodh me thirr as Norën, as Sinonin, po e kom thirr drejt për drejt Robertin edhe ai. Ka qenë ai që i ka kontaktu dytë dhe i ka kriju. Ndërsa unë e thasha për arsye. Faleminderit Robert. Që në një periudhë kohore, do të thotë për një intervistë për gjithë këngëtarëve, do të thotë gjitha intervistat që kanë pas, më e vështira ka qenë me Norën, më marr vesh për intervistë. Me qenë se një javë ditë ma ka shtu intervistën sot, nesër, edhe nuk e kemi ba enda atë intervistë. Për këtë arsye dhe thash. Këtë rast që bësh me siguri. Okej, të pitkush leja. Leja të pitkush. Së bashku me Robertin. Okej, tek në fakt të best female. Jo, tek best female thjesht të jep janë një ashtu. Nëse unë do isha për t'i dhënë çmimin, do jepsha të pestave. A kuptoj. Çmim da maje vetë, të pesave nga një puthja. Okej, kur jemi të best female, po thomën edhe diçka po shtoj. Kur kemi fillu me i bo nominimet, kemi pas me shtu një kategori 3, kështu, me bo edhe best plastic. Mirë po fillun me dojnë atë shumë të nominum që kishin mujt me qenë atë, edhe nuk dishe kujt me janë në çmimin, Maxi edha një ide që shumë me zgjedh fituse. Po realizohet të Ziko vitin që vjen, në edicionin e 8, të lutem. Me ndës po pret, edhe kur i kemi... Se dhe atje do ketë të tjera. Edhe kur i kemi shpall nominimet, Maxi kur e ka po që së është best plastic, me njerë ka thirë, po ku është best plastic? Kështu që në shta ndohë për vitin tjetër. Ka pas shumë nominime, kishin dalë atë. Atëherë dona fjala për ty. Fjala për best male, janë të nominum Big Basta, Capital T, Ermal Fezullah, Karab Shahqiri, Valton Krasniqi. Okej, a thomën e diçka? Jo, faleminderit në rregull, jam qa që ndishme. Ermali është i martu, mirë po, vazhdojnë me mbajt vetën, me stilin e tij. S'është problem që shton peshë. Ermalin jemi mësu moti me po edhe prej fëmijë kur u kon ka qenë pak më ndrysh, më i zhvilluar. Edhe duhet shumë edhe nga femrat e tjera. E pëlqej shumë femrat, ndukje edhe mbon stilin e veçantë veshjes ato nuk i ndryshon. Big Basta është një reper shumë i lezetshëm. Do më thonë, në për klipe sene del gjithkon të kesha dhe femnat e përqejshëm. Është po sharman, gogja. Po. Capital T. Është i bukur. I bukur, i ri, po do këtë mirë. Edhe shumë femra artistët dëshiron të kenë një duet me Capital T, kam dëgjuar. Po, ka pas disa kongite. Po, përsëri e kërkojnë.
Po. Edhe në Shqipëri edhe këtu. Korab Shaqiri, djali I Lirit më, s'ka pas ka me dal tjetër. Valton Krasniqi për stilin e muzikës që e kënon, e ka stilin e veshjes, stilin e dukjes që I kushton gjithmonë rëndësi shumë të madhe. Duket në krejta klipet duket shumë bukur, është sepse ka pozuar dhe si model po. Përpara kam dëgjuar. Kam një pyetje Dona, me që fole për Besmell. Me që Big Basta është nga Tirana, e Valtoni që jeton në jashtë, do t'jenë? Si është? Po, Valtoni do t'jetë, edhe pse flasim edhe për të tjerë dhe të tjerë, do kanë konfirmuar. 90% e ka konfirmuar, me Big Bastën nuk kam kontakt, nuk u marr një konfirmim të saktë. Saktë. Valtoni është më shumë që do t'jetë aty. Okej. Gjithë çika që pëlqen Valtonin aty do t'jenë. Afër granitit. 5 duo, afër granitit për të pritur Valtonin I vi. Ndërsa afër Maksit për të pritur Kapital T. Okej. Se jo s'ka problem. Është vetëm le të vinë vajzat, se s'ka problem. Ka këngëtar sa dush, moderator, prezantues të gatshëm jena pa martu jena. Po flet për veten apo? Ti martuar? Në është in a relationship. Shikoj pak aty te Facebook, gërmë më shumë. Okej, jemi te Bez Duo. Që janë nominum Adelina Amini dhe Genci, Aurela Gaçe dhe MC Kresha, Ermal Fizullau dhe Nora Istrefi, Lori dhe Blero, Macchiato Band dhe Labino Trexha. Është gati prej se cili gjandër të muzikës është nga një duet. Edhe këngët janë shumë të bukura, shumë të transmetuara, të dëgjuara dhe edhe klipet janë shumë të para. Kështu që është pak e vështirë, pavarësisht nëse unë do të isha përsëri nga pikpyetja ime, në klapa mund të jetë shumë Lori me Bleron, Adelina me Gencin. Gjitha këngët janë të mira, për aty s'kam koment. Nuk di. Kush do që e fitoj? Këtë përzjedhja e Dona e Best Duo Group si ka qenë ose ka pas shumë duete këtë. Ka pas shumë duete. Edhe shumë duete të mira, shumë duete hite. Mirë po jemi mundu me I përzgjedhë që shtash për si cilin gjandër muzikës nga një duet, edhe duetet që unë maj shumëti, unë po maj shumëti në për televizione. Për shembull, Adelina Amini dhe Genci është një këngë shumë e lezetshme. Me një klip shumë interesant. Edhe është Genci që ka dalë diçka krejt më ndryshe në këtë klip. S'ka dalë Genci. Është një Genci tjetër që shihet aty edhe në këndim edhe në krejt ato. Aurela Gaçe me MC Kreshën, dy hite, dy këngëtar të ma hit që kanë qenë vitin e kalum këtë vete kanë bo një duet. Do me thonë është diçka shumë e veçantë dhe spoti është ekstrem I mirë, është djetë që është krejt kromaki, është me efekte speciale. Aurela, se besoj që mund t'jetë se po në bën bebin në spektakl. Jo, Aurela, po, së shtatem. Sepse është atë zënë dhe pret të lindë. Ermali dhe Nora, ma shumë ka pëlqy bashkëpunimi I këtyne, do më thonë Ermali me bashkëpunu me një këngëtare Nora, është në duke tira por që Ermali ka bashkëpunim. U kanë diçka interesant. Me rap grupe që ka pas. Me femër. Lori me Bleron e kanë bo përpunimin e këngës këtë unë kisha thonë personat dueti ma që më ka duk ma interesant si vjetë. Ermali dhe Nora? Jo, apo Lori me Bleron. Lori me Bleron. Edhe Lori koko që s'ka pos bashkëpunime. E sidomos me këngëtarët këtij zhanrit më duket. Po. Janë përshtatër shumë bukur. Edhe Macchiato Bendi me Labino Trexha nuk ka një këngë që u po shumë, edhe u ngushëm. Vitin që vjen Best Duo Group është dhe Dona dhe Graniti. Do flasun shumë, do të kem shumë për të folur vitin që vjen. Ke çfarë postosh? Ke çfarë të shkruash? Best song. Kënga më e mirë. Jemi te 3 çmimet kryesore. Ndërsa kënga më e mirë e vitit, kjo ndoshta është çmimi pak më I vështirë. Do në para se t'i përmendim të nominuarit, na tregon se si funksionon do të thotë kjo pjesa e Best Song. Më thënë, si mirët vendimi, pak sa. Është vetëm për këngën më të mirë. Vendimi mirët, do me thonë, bazomi në këngë, cila këngë është kërku ma shumë në për radio, a
ka dalë me naj album, a u shit naj kollazh, qa ka pos, pse kjo këngë kërku ka të shumë, e këqyrun pak edhe mënyrën profesionale, që është realizu, a ka edhe naj instrument live në këtë këngë, apo janë krejt me kompjuter. Matë si besoj edhe për ty, edhe për stafin është edhe YouTube, apo? Po, ka që edhe në YouTube i këqyrun. Do më thonë, natyrisht që e morën parasysh edhe ato të YouTube. Okej, Maksim, dhe këtë këtyne këngëve, do më thonë që tash po i përmendim, cila ka qenë radion tuaj më këngë shumë të forta, janë DJ Blonti, Elvana, Genta, Energy Band, Zanfina. Ndërsa këngët janë Sahdet, Afer dhe Larg, Guximi, Rina, ti pa mu nuk mundesh. Cila ka qenë ndoshta kënga pak më e kërkuar më shumë. Do më thonë një mendim. Janë një treshe që unë i kam vequar, do më thonë, por aman nëse bën një renditje është Energy Band, pastaj Genta, Guximi, pastaj Elvana Gjata. Edhe unë kështu e mënova. Pas vjen Zanfina, DJ Blan. Edhe këtu është gati prej se cilit zhandër nga një këngë. Përveç popullorës edhe pop folkut. R&B, pop. Interesant. E vështirë është do tjetë edhe best song. Këto tri kryesorët zakonisht janë më të vështira. E luma ajo që ai fiton. Do thotë janë çmimet kryesore. Aq më tepër duke përballur me shumë prurje këtë vit. Kalojmë çmimin tjetër apo po ndalemi edhe pak në best song? Jo, vazhdojmë me best album. Kanë konfirmuar ardhjen në best song? Elvana, çfarë flitet për Elvanën, ke kontaktuar? Është një femër që shkruan për të, edhe prania e saj domethënë është shumë e madhe. Dashje pa dashje komentohet. Kam provu shumë me kontaktu me Elvanën. Kom provu me kontaktu me Florin, pasi është menaxher Florit. Mirë po është shumë problem me kontaktu me këta, nuk e di. Ka marrë atë shumë numra, atë shumë pojnë, kjo është numri Elvanës, kjo është numri Elvanës, nesër ma jep dikush një tjetër numër të Elvanës, edhe i kum thirr krejt, dikush më ka përgjigj që është një afër me Elvanës, do më thonë, po e ka pas telefonin e Elvanës, kanë met me mlajmëru, mirë po përres. Është pak të komentosh. Kjo është e meta. Derisa Flori veç që ka gjithkohën e ka fik telefonin. Kjo është e meta këngëtarëve, meqense marrin shumë numra në përdorim, dhe mas në kontakti nga gazetarët ose për evenimentet ndryshme me ta shumë e vështirë. Nuk di pse, por do të caktoj një menaxher dhe mos e ndro një numër, mbaj nga fillimi gjën fund, ndonse një numër personal mbaj dhe mos ja e paskujt. Kjo është mendimi im që nuk po e di me seleksionu jetën private dhe profesionale. Unë kam parë për shumë vitin e kaluar, ndonjë artiste ka munguar për ndonjë arsye dhe përsëri çmimi ka shkuar për atë artiste. Po, kjo është. Nuk ka si të ndodh nëse është menduar e zëm një pikë pyetje. Elvana Gjata nuk vjen e pranishme, e do fitojë në best song, natyrisht do të shkojë çmimi. Çmimi gjithmonë do të shkojë. Sikur ta bënim ne nëse nuk vjen, nuk e merr çmimin, e merr dikush tjetër, ndoshta mund të vijë ajo. Kesh një mendim, ndoshta është kjo për shqiptarët pak sa më. Duhet bëhet kjo. Kjo është e veçanta e këtij spektakli, që është spektakli vetëm ku jipen çmime, edhe i shkon domosdoshmë çmimi këngëtarët, edhe nëse nuk është aty për me marrë çmimin. Ja thonë që është aktuar që fillim fare, kush e meriton. Edhe nuk ka ndryshim, zakonisht juria nuk toleron. Nëse nuk vjen Elvana Gjata këtu dhe fiton Elvana Gjata, nuk duhet dalë granit të marrë çmimin për Elvanën. Ose duhet me dalë një përfaqësues që për shembull vitin e kaluar Best Song e ka fituar Aurelia Gaçemi, kemi pas përfaqësuesin e saj atë. Ka qenë Valentina Dedvukaj nga New Yorku. Si shoqe e Aurelias. Ka bisedu me të, ka thonë unë ashtu kështu do t'jem në këtë spektakël, nëse dënë mundem me, do më thonë nëse fiton diçka mundem me dalë në më thonë. Kështu që mundet me ndodhe dhe ajo. Tek Best Album, kategoria e parafundit do të saj përket nominimeve, mendoj që në këtë kategori e dona është shumë e lehtë për t'u dhënë çmimin, meqense tu zakonisht është në bazë të shitjes të albumit, cili album është shit më shumë. Kontakte me produksione. Edhe këtu e kemi prej secilit zhandër nga një album, do të thonë DJ Blonti hip hop, Farusha Zemi është popullore, Genta është R&B dance, Gjyste Vulaj është pop folk, edhe Energy Band është pop. Kështu që shohim cili album është shit më shumë. Këtu vjen Gjysteja me motrat besoj. Shpresoj me Valentinën, me qenë se është një mikë shumë e mirë dhe një vajzë shumë. Valentina është në New York dhe i kam mbet
shumë djeg, që shtojmë na, i kam vetë djeg, merak, që nuk mund të jetë. S'mundet më marrë. Kush do që të fitoj, do të Edhe thotë pse kjo nuk është di, merita e ndoshta vogël. vjen vetëm për këtë natë dhe shkon pra. Shpresoj që të vijë. Kalojmë në çmimin kryesor. Do të thotë çmimi kryesor që mirret në Zhurma Show, në edicionin e 7 që është Best Video. Që vjet këtë çmim e ka rrëmbyer Genta me këngën Shkune Tune, ndërsa si vjet e nominuar janë Maxi, Atëherë 2-2, thuajmë Mirdita Djalit Keq, Aurela Gaçe, MC Kresha Kesh, Blero, Astrid Stafa, Summer Love, Leonora Jakupi, Iluzion, Tuna, para dhe fundit. Shumë kategori e vështirë, por këngët janë shumë. Videoklipet janë gjitha trendy. kanë diçka interesant brenda vetit. Për Për shembull thuj Mirdita Djalit Keq është bë Saint-Tropez nëse s'gaboj. Aurela Gaçe me MC Kreshën është një dimension krejt tjetër. Që është punuar më shumë me Chroma Key sa Dior. Blero me Astrid Stafa është e ka një lloj fabule në vete. Edhe Këngë verore. Është këngë verore, është klipi me fotografi shumë interesant, vendi është shumë interesant kur Realizuar në Turqi, me atras ka bërë dhe pushime pak ande. Leonora Jakupi Iluzion, klipi shumë ekstrem i mirë, Tuna e para dhe fundit edhe kjo e ka xhiruar në Kroaci nëse s'gaboj. Ka diçka interesant. Këto tre Edhe është me rëndësi që gjitha videoklipet, do më thonë nuk janë dy videoklipet produksionit njëjtë. Do më thonë se cili produksion jemi mundu me gjithë prej produksioneve, klipet më të mira dhe i kemi fut në minim. produksione ndryshme filmike. Po, Aurela Gaçe me MC Kreshën është prej Pullës. Blero Astrid Stafa është Asha Graphics. Max Production, Max Production është Leonora Jakupi, Tuna është MF, 2PD është Imagine apo Intermedia, nuk e di. Intermedia më duket, nuk e di. Intermedia. Okej, do të thotë kjo është ajo. Besoj se këtu kemë shumë telefonata për këto kategori, edhe nga këta artistë ne i lakuam ndoshta te kategoritë e tjera, tek nominimet e tjera. Apo? Është vërtet? Se duan se s'bën të krahasohen, të konkurrojnë në Best Song tek kënga më e mirë, tek albumi më i mirë apo tek video. E si është përgjigjja e Donës në këtë rast? Unë du, jo me nominume, se e nominume. Më shumë e nominume, nuk ka problem. Në kategorinë kryesore, për shembull, në Best Video, edhe du me pas aqme, për ndryshe nuk vi. Okej, fal me jurinë. Po kush janë juri? Po nuk cekën amna. Nuk dihet kush është juri, domethënë. Ka raste që ka shumë veta njëri, për shembull këtë vit janë gati 13 veta njëri, që kanë mi dhonë mendimet e veta për secilën të. Edhe në momentin e fundit, do më thonë aty kur t'i vje radha, më ndo çmimi për Best Video, atëherë edhe na e morëm vendimin në zarfe dhe dërgojmë drejtën skenë. Kështu që nuk dihet në asnjë moment kush e fiton. Edhe unë nuk mundem me jau garantu. Unë nuk mundem me jau garantu këngëtarëve që po e ki këtë çmim, se unë kom pas përgjigje për krejt ata që kanë thirrë, nëse ta merr mendja që ke punu qaq shumë sa ja vlen me marrë qaq me atëherë hajde se garant e ki. Nëse ki besim që e ke kry punën që shdohet, hajde se e ki. Do të thotë e don përpos këtyne kategorive që janë me nominime, në ditë që ka edhe çmime që do të thotë nuk kanë kategori, me sa di. Që është çmimi po, çmimi Ziko TV, është çmimi Ziko TV, është çmimi albumi historik, çmimi më me thonë më i rëndësishëm se këta. Po, albumi historik që përfshin shumë vite, shumë dekada. Përfshin shumë vite dhe shkon zakonisht për një artist merituar, me thonë ashtu. Me shumë përvojë. Këtë vit ky çmim do të shkon për Muharrem Çenën. Të madhen. Do të dalin familja e tij, domethënë Iqbal Çena me fëmijë, do dalin ta pranojnë këtë çmim. Çmimin do ta dorëzoj Adem Mikullovci, si një koleg i Muharremit, kam bashkëpunuar shumë, ka qenë mik shumë i afërt me të, dhe kjo është ajo, do më thonë për albumin historik. Do ketë ndonjë të ftuar special që do këndoj, do performoj? Do të ketë, thash në fillim, do të ketë aktrim, humor, do të ketë këngë, do të ketë vallëzime, do të ketë performime ndryshme. Do këndoj Miria me Naimin? Jo.
Ndoshta. Ndoshta. Nuk i dihet. Nuk t'ja përgjigje, Nuk ma më e përgjigje. nuk t'ja. Okej. Unë ndesha të kaloj tani në një pikë tjetër, domethënë jashtë nominimeve. Do të thotë përpos që këtë spektakël domethënë mbështetet nga Ministria për Kulturinë dhe Sport, nga Ministria Këtë për vit është Kulturë. edhe diçka Edhe ma këtë desha ta interesantja e spektaklit që për herë të parë po transmetohet edhe në RTK. Në të ka. Radio Televizionin e Kosovës, domethënë është sponsor medial. Po, janë sponsor medial. Ka pasur të tjerë Do të vetëm ndesha të të më gjatë. interesuar nga mediat? Radio Televizioni i Kosovës do të shtojnë edhe një peshë shumë më të madhe Po, spektaklit. në fakt që është radio televizioni vetëm publik. Publik, që Në Kosovë, po, do më thonë që ky spektakël ja vlen mu transmetua, është diçka shumë e madhe për neve si organizator, edhe do më thonë pjep një rang ma të nalt spektaklit. Ka qenë vështirë në kontaktin me këtë medium të madh publik edhe me ministrinë për ta mbështetur një Është spektakël të tillë? me RTK-n kemi provu që 3 vite me kontaktu, do më thonë, për me transmetu një spektakl ose një prodhim tonin. Mirë po të regoj drejt prej vitit kalum, kur veç është mboj Zhurma Show, ata me njerë kam pranu që këtë vit këtë spektakl kam transmetu. Do më thonë, e kanë po që një spektakl i tillë ja vlen në transmetuate. Me ministrinë? Me ministrinë është ajo procedura e zakonshme që ndodh. Dorëzohet projekti, protokollohet, shkon në arkiv, shkon në përmes njerëzve caktuar deri te ministri, pastaj e aprovojnë kjo. Okej, Edon, për të organizuar një spektakël i tillë e di që duhen shumë të majme dhe ndihma prej sponsorëve të ndryshme. Kësaj here do të thotë kush ka qenë ai që ka përkrahur zhurmën më së shumti ose që ka ndihmuar. Edhe vitin e kalum, edhe këtë vit sponsor general janë Play for Win, Play for Cash edhe Afixi. Faleminderit Arbenit edhe Astritit. Faleminderit dhe nga ana ime. Pa juve s'kam gjallë. Të tjerë mbështetës? Po, ka edhe sponsor tjerë, janë Pia Energjike Pitbull. Piti Pitbull. Që neve na lejo ta pijmë vetëm pas spektaklit mua dhe Ganit. Se pijmë ne këtë, ne të pijena përpara se të pijmë, po. Është Pia Energjike Pitbull, janë edhe disa kompani tjera në fakt që nuk i kam nuk i di emnat përmendsh, edhe nuk e kom pas në plan me ju bë reklam. Dëgjoj, po, do të ketë një after party pas gjithë. Po. Para se të kalojmë te after party. Pjesa më e mirë e krejt spektaklit është after party, me të se pres çfarë. Apo ta nisim nga fundi, vazhdojmë after party më pas. Unë do të ndalem edhe diku tjetër para se vazhdu të ëmbëlsina. Se unë e quaj këto ato ëmbëlsinë. Është çershia në mes. Tortës madhështore. Po e lexoj këtu për herë të parë. Moderatorët e spektaklit Zhurma Show do të jenë Miri Hebra dhe Naima Bazi, ndërsa ndihmës të moderatorëve janë Ngrat Miftari dhe Maksim Gjokaj. Në këtë rast po e kuptoj, nëse do të thotë Miria rrëzohet ose diçka duhet me zaventsu Maksi ose unë. Unë Mirian, apo? Varet, cili do? Varet, nëse për shembull i vesh në fustan, nuk i bëm flok të ose nëse Naimi për edhe arrin shembull mu dok çaq mirë që do këtë Maksi. Miria. Ose nëse Naimi do të thotë rrëzohet skenë ose diçka shumë do të më vozë në sem. Po bëj pak shaka se ju kishin ndihmu pa problem, po. Po nuk e din që ne do ta startojmë, nuk e din ata që çfarë themi ne mund të vazhdojmë më pas. E tani apo i kthemi çershis. Po, çershia. Ku do të mbahet after party? After party këtë vit do të mbahet në lokalin Bellanote. Është mbrapa Santes, mbrapa parkingut, përballë Mrizit zonave. Është një lokal shumë i mirë, shumë klasik, me një interjer perfekt, hapësira e madhe. Do kemi DJ, do kemi këngëtar, do të kemi DJ, do të kemi orkestër, edhe pasi që krejt këngëtarët janë aty, e dim që po del njëri me kënu, kam pasur që kanë me thonë, kë do ledhon e po dal, me tregu vetën që jo maj mirë, kështu që kam konë një koncert, një mega koncert në after party. Kështë të mendu të në këngë me kënu. Nëjse, s'pa vendosi. Okej, Dona, janë, sa përqind janë gati gjërat për pas javë? Gjërat janë gati 90%. 10% që është në spektakël, do më pa. Kështë që krejt gjithë shkojnë. Jo, të shkojë shumë mirë. Ta nisim ne me këmbën e majt apo të djastën? Këmbën e mbarë. A bënë të dyjat. Na shkon mbarë. Harrova me përmend që do më thonë edhe këtë vit do t'jenë në Kosova Lema.
ata Me që i limuzina. sjellin me limuzina mysafirët. Tu do doja Gjithmonë është edhe ndalje. hotel A mund ta Victory. kem, a mund ta kem unë përsëri atë shoferin e limuzinës me mustaqe, me mustaka? Shoferin personal tani. Zgjedhë kur shkosh aty. Sepse vitet e kaluar ka qenë shumë simpatik. Ta them diçka, na ka shëtitur komplet Gjilaj, më pas na ka sjell aty. A është çka ka ndodhur? Nëse një Ndoshta artikull i ri mos e në gazetë nga ana ime. Jo, po bëj pak shaka, do të ndalem ta bëjmë një Është edhe Hotel arsyetim, Victory, ose një me tregu sa i përket Kosova Limës, thotë që këngëtarët duhet ndalen në një vend të caktuar për të hyrë Po, në në limuzinë. Artistë të limuzinë, ftuarit. Artistët të ftuarit. për me ardhur deri te spektakli, deri te Tepioj Koç, ku është zakonisht ai zotëria i vesh me ato kostumet, me dorza, me krejt ato dhe u hap derën, unë ndihmoj me dal për limuzinës. Pastaj do të jenë dy vetë në hyrje të Tepioj Koç në fillim që do i presim mysafirët, i marrim ftesat e tyre, që është më e rëndësishme është që asnjë mysafir nuk lejohet me i brenda pa e pas ftesën. Në ftesë i kanë të shkruar numrat e ulseve, cilat do ta caktojmë na, ku kanë mulën, cilat ulse që mos mu kriju të lovi. O në puna qëto jo, i ka numrat të caktum, pastaj prej aty të vazhdon spektakli, rrjedha krejt ato. Do të edhe një falënderim tjetër për të gjithë ndihmësat që do të jenë aty, që nuk po i përmend është tani, që kanë më bërë dhe më të lehtë punën e musafirëve, Po. në përuljen e vendeve, pritjen e musafirëve. Zakonisht i kemi ata ndihmësat autokton që i kemi, që ja di ranin shumë mirë ja kanë mësuar ranin kësaj pune. Edhe janë ata. Do të kenë edhe media të tjera aty. Po, që do të këtë vit mundohen vetëm të kapin sa një është fragment, shpall, të po. marrin intervista. Është shpall lajmi për akreditimin e mediave, po presim Konfirmimin. domethënë konfirmimin e tyne dhe po presim kush ka marrë prej cilit medium, a ka me pas gazetar, a ka me pas... Vetëm se duhet ta dinë se në fillim fare artistët te granitit e kund do kalojnë, më pas Po, Po, kush do, pastaj televizionet tjera do është- të jenë dytësore. deri te Po. BBC-a mund të shkojnë. Okej, Kjo është ajo. a keni përshtuar edhe diçka? E don? Qensun e Por veshën nuk na tregove. Jo. Do hasha ditë, do të pisha ditë, do të nuk e di. Ke ndonjë Nuk do të mund të urat ulet. që bona ku ta Po, diun çfarë bën diçka. u ka graniti aty. Jollca më ka thonë nëse vesh që të s'mu në shmull, do shmenaj ton konë. Në kë. Do të jetë Qa bati vesh- ku. Edhe problemi më i madh Të është regoj mi pas pas. stokat shumë të nalta. Tako. E dona po Që aty tenton jam me të çdo menu me kush. me shkurtua lafër. Po mundohet me çdo kush që të bëhet sound. Tregoju, ashtu çfarë. Jo, Jollca ka thonë që është të dotën se di. Mirë, shpresoj që të esi shumë mirë. Besoj se presim të gjithë, e të ndiqet, të komentohet në mënyrë pozitive, pse jo. Presim. Ju di çka keni me vesh? Veç në bikini, mos Po hajde ju mua po mendon lutna. Vjolca, diçka interesante mendon. Dhe i kam Për ty shumë besim. valoni. Për mu valoni, do të thonë si vitin e Okej. kaluar. Po më merr mendja që keni mu duke. E dona e din, apo din çush do duke, me qenë se ka qenë e pranishme në Unë përzgjedhjen ndërroj e që të dizajneve. kombinohem pak me ty. Me mu? Vetëm një gjë do them, kësa here më duket nuk do të kem as edhe një nuancë të zezë. Me urdhër të Donës dhe të dizajnerit tim, me qenë se që 2 vjet kam pas nuanca të zeza. Do të jetë një gala mbrëmje, kështu që edhe ne do të shkëlqejmë dhe do e bëjmë edhe më madhështor, së pari ne, pastaj edhe këngëtarët. Shpresojmë që duken bukur. Mi presin natyrisht të gjithë pse jo, edhe ata që duan të marrin ndonjë autograf për shembull, kanë mundësinë të takojnë artistë një orë aty. Sidomos të ri që janë shumë të dhënë pas këtyre gjërave, mund të jenë anash të pjo të kuq. Unë do të ndalem me përsëri pak të veshjet, mu ende nuk kam fillu me mi bo veshjet, me qenë se Valoni ka ikë për Turqi, edhe kështu bler që copa? për të bler copa, kështu që me ndodh me bo me u praptu aeroplani ose në aksident rrugor, Zoti mos e bëhet. unë a di do e kem pushim. A ditë pushim, apo? Tuk e u gëzuar Max një auto Shumë. 5 vetëm. Jo se zëvendësohesh direkt. Direkt, edhe po më qyrë mu. Me ndonjë qyrë. Jo, mu më së më qërë, une jo. Okej, ja. Mi shpresoj që të paktën edhe ky program që ne kemi bërë, për ata që na ndjekin, të ketë shërbyer sa të pak për Informim. një informim të shikuesve të televizionit Fiziko. Unë do doja vetëm të them diçka për në fund, të gjithë ju shikues të nderuar, do të keni rastin që me datën 23 do të dielën, që nga ora
7 ose në orën 19 të jeni pranë Teatrit Kombëtar të Prishtinës, do të argëtoheni me muzikë dhe performanca live, më duket. Urojmë të mos bie shi, të mbajt paktën kohë. Edhe të bie shi, do të të mbulojen. Ndërsa ju do të keni rastin të takoni fansat e juaj, do të keni rastin këngëtarët do të kenë rastin të takojnë fansat. Ndërsa fansat do të marrin autograme dhe nënshkrime dhe fotografi dhe do të bërtasin për ata që nuk i kanë parë asnjëherë live, do të keni rastin që në zhurmë show me datën 23 të shihni të gjithë divat e Kosovës. E ata që nuk kanë mundësi për shembull të ndodhen me 23 në Prishtinë, do ta ndjekin në Ziko TV, në Radio Televizion e Kosovës e shumë media të tjera që do të jenë të pranishëm. Kështu që gjerë me datën 23 nga unë, Maxi dhe Dona mbetini të përshëndetur dhe prisni sepse do të keni shumë çka për të parë me datën 23. Mirupafshim.